Zanati i bukpjekësit është një ndër zanatet më të mira dhe më të përhapura dhe në të shumtën e rasteve është zanati i trashëguar nga toparët, sidomos për rrethinat e hasit të Prizrenit dhe të Malësisë së Gjakovës. Ne ishim për vizitë tek Furra Labi. Mirëseardhje na uroj zotri Shefki Berisha, pronari i Furrës, apo më mirë të themi i zoti i shtëpisë. Letje, mirëseardhje, mirëfaleminderit ju. Zotri Shefkiu këtë zanat e ka trashëgim nga toparët e tij, të cilët janë marrë me po të njëjtin zanat, bukpjekës apo siç thuhet në popull furraxhi. Po, kemi të trashëguar prindërve tonë. Në Vojvodin kemi qenë edhe në vitet e mëhershme në Shkup, në Bosnë. Kështu që tash pas kthimit prej Gjermanisë, kam pas fëmijë të vogël, kështu që kam vendosur në Prishtinë, edhe kam hapur këtë lokal. E për herë të parë në një furrë në Gjermani është servuar edhe byreku, si ushqim tradicional shqiptar dhe si ushqim mjaft mbreslënës për shumë gjerman. Njëjtin profesion e kam ushtruar edhe në Gjermani. Ishin të kënaqur gjermanët? Po, kënaqur edhe të stërkënaqur. Pse të stërkënaqur? Shembull, kemi marrë atje një shembull burekun, ku ata nuk kanë në dieni burekin, dhe ka qenë diçka e re ku kam marru burek në Gjermani. Kanë qenë 20 punëtor gjerman dhe ka qenë diçka shumë interesant për ta. Këtë zanat Shefkiu dhe prindërit e tij e kanë ushtruar në vende të ndryshme, si në Vojvodin, Maqedoni, Bosnjë, andaj kanë edhe shumë eksperjenca gjatë ushtrimit të këtij zanati. Kjo furrë ofron ushqime të ndryshme, varësisht prej kërkesave të konsumatorëve, që nga byreku, kiflet, ëmbëlsirat dhe shumë gjëra të tjera. Furra Labi mundohet të gjitha ushqimet sa konsumatori i konsumon, në mundohem jo afrue. Po jashtëzakonisht fillom mas shumti burek, edhe kiflet të lloj-llojshme, buk. Po ushqime tradicionale? Ushqime tradicionale, si ushqim tradicionale marrim këto të shtëpisë, buk të shtëpisë, flija. Flija është shumë e shishme, leqenik ose krelan, edhe këto janë ushqime tradicionale, buk misri. E sa i përket ushqimeve, po e filloj me brumin e bukës, të cilin e përpunonte makina. Edhe unë po mundosha të ndihmoja për të bërë sa më shumë kulaçat bukës. Nejse, nuk isha edhe aq e shpejt, por pas disa kuleshjeve edhe unë dikur ja mora dorën. Pastaj erdhi radha që kuleqeve t'u japin formën e bukës. Edhe unë po mësosha duke i parë të tjerët e shpeshher edhe duke i pyetur. Po i ndihmoja Leonardit, i cili këtë zanat e ka trashëguar po ashtu nga babai. Në radhë është përgatitja e byrekut. Cili është sekreti i burekut të mirë? Po ndëgjo, sekreti i burekit të mirë është që mielli duhet të qenë sa më kualitativ, domethënë edhe mishi duhet të qenë i pastër, i mirë, edhe sa më i dukshëm. Edhe pica byreku është po aq i shishëm dhe i kërkuar nga konsumatorët.
Shef Kiu na shpjegon edhe procedurën e pjekjes së burekëve. Pasi që kemi përgatitur burekin, tash e gjujmë në furrë. Deri në sa gradë duhet të piqet? Po, bashkë të ndeshta me cek. Ne në këtë furrë, se ka dallim mes furrave, në pjesën e poshtme, këto janë furrë speciale modeli më i ri, në pjesën e poshtme, pasi që është në tepsi, atëherë bëm temperaturë më të madhe. Ndërsa në pjesën e epërme, e lëm temperaturë më të vogël. Domthonë 260 në lart, edhe 270 në pjesën e poshtme. Edhe ja bëm minutët. Minutët ja bëm në 13 minuta. Derisa ne merreshim me përgatitjet në anën tjetër të furrës, Viktoria shërbente mishterinjet. E këtu jemi me Vikin, e cila i ndihmon babait të saj. Viki, për çka i ndihmoni më shumë ti? Babai tim i ndihmoi që nga puna më e vogël, sa i përket bukëve, burikut, të gjitha i ndihmoj babait dhe kam qef si të marr edhe unë zanatin e furrës. Më pëlqen. Është zanat i mirë, është i vështirë? Jo, nuk është i vështirë, po që se je interesuar atëherë nuk është i vështirë. Çka përgatit Viki më me qejf? Më me qejf kam qef të përgatit mafinat. Janë shumë të shishme, janë të vogla, diçka si lloj ëmbëlsire. Kiflet janë të gatshme në anën tjetër për t'i pjekur. Po çfarë lloj kiflesh janë? Kjo është një lloj kifle me vishlle, shumë e shishme, edhe kjo është e gatshme për furrë. A ka ndodhur ndonjëherë mu pjek qoftë buka, byreku, apo kiflet ma shumë se që duhet, sikur mos kishin kjo zilja e cila ju lajmëron. A ka ndodhur ndonjëherë me harru? Po, ka ndodhur. Bash drejt më tregu në ndeshjen Shqipëri-Serbi, prej nervozimit e kemi djeg një furrë krejt. Krejt e kemi djeg. Qa që jemi kont nervoz. Por e kemi zavendësue. Në ndeshjen me Armenin pastaj me këtë buzësh ja. Po. Qa kemi në vazhdim? Këto janë pitarka. Po? Një formë lëstar për shkallën pitarka. Kështë edhe përgatitja pitarkës. Është e vështirë? Ja. Tu ka mësu dut? Dhe mësu dut. Automatikisht. Duhet sa ma shumë me borë më lakë, nuk me borë më lakë. Kjo në gatshme tash me ishtë? Për në komore. Jo, për në komore. Ne do të marrë ato pak, një 10-15 minuta, a pastaj pa gjë. Edhe e vendosim në komore. Për një 15 minuta praktësisht. Pas e kanë kryj pitarkat kohën e pushimit të vetë, caktur, qesin për të pjekur. E dojnë temperaturën e madhe, edhe këtë gjatja e pjekjes së pitarkave është 5 minuta dhe i 6. Pas e pjekur pitarkat, e kanë kryer minuta, e dojnë me heqin e tyre, pitarka të freskëta. Tu po shoh edhe një lloj ëmbëlsire të përgatitur nga jo. A mund ta tregosh se çfarë ëmbëlsire është kjo dhe si servohet? Po. Kjo është një lloj ëmbëlsire e cila është me moll edhe me vishni e përgatitur. Pa kjo këtu në Prishtinë quhen pide. Po pide. Ndërsa ne ka gjakohë na quajmë si harvani. Si rovoni? Është e tërtë apo e lagë? Është gjysmë e tërtë, gjysmë e lagë. Domethënë është shumë e shishme, shumë e këndshme, po ta provoni një herë mos keni më dorë.
E unë pasi përfundova punën me ushimin, ishte radha të shërbeja myshterinjët. Çfarë doni tjetër? Shpreja 5 minutat e furajis është shpreje mjaft e famshme. Po cili është shpjegimi i shefjut për 5 minutat e furajis? Një furëngji kish pas fjet, edhe ora ju kish pas nalë. Kështu që ta në herë kish pas ngell në 5 minuta. Edhe o dalë, ka këqyrë orën edhe 5 minuta. Ku u shku mrena edhe 5 minuta, kështu që prej aty të kamet. Orë e ngell në 5 minuta. Po a ka ndodhur ta praktikojnë 5 minutëshin edhe tek fura labim? Ka ndodhur në Borek. Borek se këto zakonisht në Prishtinë lypet senat në zeta. Senat në zeta me tazë në zeta. Kështu që për mos përshku me shtëria, o konë 10 minuta, i kom thonë 5 minuta. Që më interesant që ka dalë tjetër ka thonë 3 minuta, ka dalë tjetër 2 minuta, ka thonë tjetër hazër, kështu që asë që s'kemi qenë në atë minutë. Me gjithat ka qenë situatë e kuptueshme dhe kaluse. Po. Për fund, Shef Kju ka edhe një falënderim për Tribuna Channel. Kam djenë që këtë Tribuna Channel ka arë në furën labi. Faleminderit shumë. Tribuna Channel ju uron punëtorëve të furës shëndet e punë të mbar, sa më shumë cilësi e bereqat.